Shkon sigurisht në emër të familjes edhe për autorin e këtij libri, Faik Sadiku, i cili na ka fal një dhuratë shumë të bukur që do ta majmë gjithmonë në zemër për njeriu tonë të dashur. Me të thënë vërtetën, unë nuk kam pas fatin me ndjek babin në aktivitetin e tij sportiv. Kam një kujtim shumë të vagullt, mund të kenë vitet 7, 9, 10, kur lunte flamurtari i Vlonës dhe vllaznia e Shkodrës, veterant mes tyne, dhe e kujtoj si tani kemi kënë knajt e shkallët te porta djathtas, kur babi bani një gol me rafishjat. E kam një kujtim të vagullt, në fakt dhe unë fillova me qasë, sepse nuk i di ato stilet sportive, dhe mendova se është damtu. Dhe gjithë kushrit thoshin, tu damtu babi, dhe unë e kam rujt këtë si kujtim. Por karrierën e tij sportive unë e mësova gjatë redaktimit të këtij libri dhe për këtë du me falenderu sërish zotin Faik, i cili më dha mundësinë për ta redaktuar dhe për të patë të gjithë karrierën sportive të babit, pash se sa mund, sa sakrifica bashkë me shokët, sepse për babin vllazni dhe me thanë të tanë bashkë, kishin ba këta djem për skuadrën e tyne të zemërs, për qytetin e Shkodrës dhe sigurisht për me gëzu tifozat. Ndërsa pjesën tjetër, dimensionin tjetër të babit, si njeri, si familjar, si shok i mrekullueshëm, ne gjithë shokët e tij kemi thirrë Axha Zydi, Axha Esat, Indjeri, Axha Zan, Indjeri, dimensionet e tjera si mësues fiskulture, si një njeri i cili e spikaste talentin, si një mësues dhe edukues i saj sa brezave, si një babi mrekullueshëm dhe një gjysh i jashtëzakonshëm për të dy vajzat e mia, kam pas fatin që ta shoh në këto dimensione dhe ta përjetoj. Me të vërtetë, faleminderit. Me të vërtetë, babi ishte një lojtar i golave me kokë, por mund të them se jena krenar sepse ai diti me lujt shumë bukur lojën e jetës, duke gëzu respekt maksimal në të tanë Shkodrën, dhe këtë po e shoh edhe këtu tek ju, tek prania juaj. Inshallah e kena për shumë mot, faleminderit shumë. Profe, ne na ka hatru Zoti me të pas dy bab. Faleminderit.